Se flas në aspektin e traditave, e shoh që familjet shqiptare në diaspor I respektojnë ma shumë se na. Besoj që edhe diaspora dhe Kosova I ruajnë traditat në mënyra ndryshme, jo domosdoshmërisht dikush ma shumë, po dikush ma pak. Diaspora ka njëherë po mdoket që I ruajnë ma fort, me fanatizëm, them se I ruajnë qëllimisht mas me erun identitetin e vetë, se zakonisht ata janë shoqërit huaj dhe promovohen pak ma mirë. Vërtet, e personalisht ju, zoti Xhelel, tash keni edhe breza të ri, edhe një pampesa, sigurisht, ose edhe familje të gjerë kështu. Sa arrini ndoshta për me au përcjell këtë kulturë që me rujt atë çka është origjinale jonja? Tham drejtën, këto ma tepër këto tradita inkorporohen gjatë festave, në përdasmë, veshje, tjere, se to janë simboli I prejardhjes. A ka ndryshu ndër vite që sheshe? Ka fillu me uzbe, po prap në përdasmë, këto prap kanë theksin e veçanta ato, përdorën edhe janë simboli I prejardhjes, se nëse s'ki tradit, nëse s'ki veshje ose gjuhë ose diçka ndonjë lojnë ose diçka atëherë edhe nuk I identitet. Mundohemi, po me gjithat e pak kanë fillu. Kanë fillu mosbe, po me gjithat e ruhen me fanatizëm. Në fund fare, po I lexoj edhe disa prej përgjigjeve që na kanë ardhur, duke I falendëruar secilin veç e veç që na keni shkruajt. Kemi edhe nga Mërgimi edhe dikush jeton në Kosovë. Thotë, unë jam vetë në Mërgim, më shumë I mbajmë ne traditat se sa në Kosovë. Në Kosovë kur po vim nuk është masi përpara, ka thënë. Pushimin e kryjm edhe më merr malli me pa qoftë edhe një dasmë me tradita. Tash mendimi jam është që në diasporë I ruajmë më shumë se sa në Kosovë, në përgjithësi. Ju përshëndes. Faleminderit shumë. Është edhe një përgjigje tjetër, thotë, jetoj në Kosovë, po shumë shpesh I vizitoj familjarët që I kam jashtë vendit, nëse flas në aspektin e traditave, e shoh që familjet shqiptare në diaspor I respektojnë ma shumë se na. Edhe një përgjigje tjetër. Ju përshëndes, sa I përket pyetjes, na në Kosovë I ruajmë traditat natyrshëm, ato janë pjesë e jetës tonë të përditshme. Gjuhën shqipe e flasim në shtëpi mes vete e me familjet tonë, zakonet I jetojmë dhe I festojmë. Krejt këto na bojnë edhe më të fortë që ta kemi një lidhje më të fortë me vendlindjen tonë Kosovën, aq më tepër me rajonin e Dugaxhinit, prej nga e kemi edhe prejardhjen. Faleminderit shumë. Këto pyetje që ne I bëjmë, ju përgjigjet mund t'i shkruani pra tek numri në Viber, ndërkaq tek portali kua.net, përpiqemi që si paralajmërim për ditët e ardhshme t'ju njoftojmë aty se çka do të kemi, kë do të kemi mysafir, jeni të lirë për çdo koment, përgjigje, pyetje që e keni ose edhe thjesht me u inkuadru. Ndonjëherë do të kemi edhe këngëtar këtu në studio, do të kemi artistë që janë të rinj, po pse jo, me qenë se na vinë me kitar, me violin, me instrumente të ndryshme, bëni kërkesat e juaja edhe e plotësojmë nga kjo studio.